Shala 21 Kosovo! Spektakli Miss Univers, çdo vetë është përkujdesur të sjellë momente të veçanta për publikun. Tash e sa vite cilësohet si një prej programeve më relaksuese dhe me garën më të drejtë. Nëse gjithçka rreth programit ishte planifikuar me kujdes dhe shkoi si duhet, ndodhi një gjë që as nuk e kishte menduar dikush. Rosalind Sanchez, aktore, dhe Stevie Harvey, komedian, ishin një koqerët e përzgjedhur të kësaj mbrëmje. Nga gjithçka perfekte, duket si dikush i ram sysh Stevet dhe bëri momentin më të përfolur të kësaj mbrëmje. Në momentin final, atëherë kur bukuroshja kolumbiane dhe filipinase mbanin duart njëra tjetrës dhe prisnin të dëgjojnë emrin e fituesës, Steve gaboj dhe la kolumbiasen ta shijoj të paktën 1 minutë titullin e fituesës për të ndërhyrë më pas duke treguar se kishte gabuar emrin. Sidoqoftë, edhe pse gjithçka u duk si shaka, Miss Filipine, Pia Wurtzba, u kurorëzua me fitore. Miss Kolumbia, Ariadna Gutierrez, u zgjodh për cilësja e parë, ndërsa e dyta, Olivia Jordan, Miss Amerika. Megi Luka, përfaqësuesja e Shqipërisë, dhe Mirjeta Shala, përfaqësuesja e Kosovës, shkëlqyen në këtë garë, por si duket jo mjaftueshëm sa për tërhequr vëmendjen e jurisë, sepse nuk u futën as në top 15.